njëjta gjë të mos kthehen në ushqimin tonë. Do të thot baza është ushqimi. Diabeti dihet që kemi disa lloj diabeti, diabeti tipit 1, diabeti tipit 2, diabeti i shtatzanisë, gjithashtu kemi dhe nën diabete që zakonisht shkenca nuk para i ka në përditshmëri. Pa dalë të diabeti me qëse e përmend pjesën e të mbajturit zorën në kushtet e saj më optimale të mundshme. Ka një lloj sekreti që më pas ta kthejmë edhe një herë tek çështja e diabetit. Diabeti tipi 2 nuk është sëmundje autoimune. Do të thotë që diabeti nuk është sëmundje inflamatore. Diabeti tipit 1 është autoimun. Do të thotë që ushqimet që duhet të eliminojmë janë ushqimet inflamatore. Nga vetë fjala autoimun. Diabeti tipit 2 është një sëmundje që ne e ushqim në përditshmërinë tonë ndër vite. Me mënyrën tonë të ushqyerit, si në cilësi, si në komponentë. Kemi produkte që ndikojnë? Produkte kryesore? Të gjitha. Ne jemi Ballkan mjerisht dhe ne jemi gjithmonë të 3 komponentët. Grur, bulmet, mish. Mungesa e fibrave, trekëndçi fantastik i joni, po s'ka se 3 përbërës ka brenda kjo gjellë për shembull, ose ky byrek, ose kjo gjellë me mish dhe do ta ha me bukë. Tjetër, jo, ne ham, ne jemi Ballkan dhe makaronin të shoqërojmë me bukë. Kështu që ajo quhet diabet. Pse? Se mungojnë fibrat, mungojnë aminoacide, mungojnë vitamina dhe neve thjesht krijojmë një inflamacion të zorrës tonë. Pra ne jemi shkaktarët kryesor në bazë asaj çfarë edhe vetëm. Diabeti tipi 2, nëse një individ, e kemi thënë dhe herë të tjera, një sëmundje do vite që të vi dhe po aq vite që të largohet. Por që të largohet, nuk largohet me magjinë e një çaji, nuk largohet me magjinë e një pilule, nuk largohet me magjinë e një ilaç që ne marrim në farmaci, dhe jo më kohë të gjithë janë kthyer kronik. Diabeti, kolesteroli, yndyrnat nuk duhet të ekzistojnë. Janë thjesht perceptim ushqimor. Por nuk funksionon gjëja që thotë që e ke të trashëguar, e ke gjenetike? Genin e ka bërë, prandaj jo më kot fillova me Hipokratin, genin e ka bërë përsëri evolucioni njerëzor ndër vite, ndër shekuj. Është ajo që kemi trashëguar në tavolinat tona ndër vite, ndër shekuj. Është ajo që akoma japim dhe udhëzojmë fëmijët tanë të ushqehen pafund me karbohidrate. Do të thotë ne nuk marrim fibra. Dritrat sot janë të përpunuara, dihet fare mirë që sot nuk ka më grur, se nuk ka më grur, dihet që nuk ka më bulmet, se nuk ka më bulmet, që sot siguria ushqimore, atë që ka flasim në përditshmëri, është halli i njerëzimit. Do thoni që çfarë ham, se shpesh herë marrim mesazhe, ofendime, bullizime, puna është që prova bëhet shumë bukur brenda shtëpisë tonë. Dhe prova më e bukur që të hymë tek çajrat, bëhet të gjitha ata persona që vuajnë nga diabeti tipi 2 mund të bëjnë për 21 ditë matjen përpara përdorimit të një ushqimi ose të një çaji dhe pas përdorimit. Po ndërkohë ka produkte të caktuara që duhet të konsumoj dhe nuk duhet të konsumoj një person me diabetin tipi 2, pra ne thamë që bulmeti, mishi edhe drithrat janë 3 komponentët që njerëzit dinë, dhe ti me diabet të tipi 2 dhe vazhdoni konsumon këto 3 komponentë. Ndikojnë apo nuk ndikojnë? Pra për të bërë një lloj eliminimi çfarë nuk duhet dhe për të rritur ndoshta edhe në piramidën e ushqyerjes, çfarë duhet të konsumojë? Sot karbohidratet e përpunuar, do të thotë ato ushqime që ne i marrim të përpunuara, rinë gjatë në zorë dhe rrisin dioksidin e karbonit, rrisin inflamacionin, rrisin dhe sëmundjen, siç është diabeti, kolesteroli, yndyrnat e tjerë. EC ka dhënë përpara, nuk është bakter. Në momentin që ne kemi një inflamacion, duhet ta kurojmë, por në momentin që ne kemi ushqimor, është bukur ta mirëmbajmë. Kjo është diferenca. Me ushqime. Do të thotë që një individ, një moshë e thyer ose dhe sot kemi fëmijë me diabet, sot po të marrim statistikat dhe jo më larg intolerancat janë thjesht mos pranimi dhe mos përthithje e karbohidrateve, siç është intoleranca e glutenit dhe intoleranca. Fëmijë me diabet, çfarë moshe? Patjetër janë shtuar pafundësisht që në moshën 9 vjeçare, që në moshën 10 vjeçare, nuk po flasim për diabet të tipit 1, që është autoimun dhe zakonisht lind ose formohet gjatë. Po flasim për diabet të tipit 2. Do të thotë që janë individ që jetojnë me
ushqime të bardha. Diabeti nuk kërkon ushqime të bardha, kërkon ushqime me ngjyra. Me ngjyra. Të thot, sa më shumë perime, sa më shumë fruta. Në fruta mund të mos përdorim shumë frutat shumë të ëmbla, por përsëri ka fruta që janë fiks për kurimin e diabetit. Logjike, kur jepet një regjim ushqimor, jepet në bazë analizash. Kur bëhet një provë, qoftë edhe prova e çajrave, bëhet në bazë analizash. Cilat janë ato fruta me që edhe i përmendet tani? Që të dalim pastaj te çajrat. Që dalim te çajrat, se iku prapë, po se ti kështu na hap aq shumë lloje temash brenda një teme, saqë ne pastaj fillojmë të hapim edhe ne. Sheqeri në mëlçin ton kthehet në alkool. Kemi pafund individ të cilët nuk përdorin sasi alkolike, por përdorin sasi të larta sheqeri, por në mos koordinimin e mirë ushqimor, do të thotë që përdorim shumë karbohidrate, përdorim shumë proteinë shtazore dhe pastaj përdorim dhe shumë fruta. Të gjitha këto brenda mëlçisë tonë, që është katalizatori ynë dhe ka në fund të fundit ka 500 funksione, përkthehet në alkool. Dhe ky mos përputhje, mos rakordim, mos filtrim i mirë i mëlçisë sjell të gjitha sëmundjet. Një individ, dhe prova bëhet shumë bukur për 21 ditë, për 40 ditë, nëse eliminon përdorimin e orizit, e kam thënë erithem, orizit të bardh, makaronave, byrekrave, pizzave, ushqimeve të përpunuara, dhe kthehemi në pjatën tonë në gjellë, kemi gjellëra të pafundme, jemi me zde, e kemi tryezën plot, të kthehemi në ushqimet që nuk rrisin inflamacion.